zonja dhe zotri, mirëprisni prezantuesin tuaj, Isli Islami. Mirëmbrëma të gjithë. Sa bukur është ta nisim javën bashk, sa bukur që teksa temperaturat edhe ulen, marrim ngrohtësi, jo vetëm nga ky program, por mbi gjitha nga ky publik i jashtëzakonshëm që është me ne në sallë çdo të hënë mbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve kudo që jeni duke ndjekur Vision Plus. Mirëmbrëma me gjitha, ju e dini që kam një pikë të dobët për gjithë komentuesit, edhe ata që ndjekin programin ton live streaming në kanalin zyrtar të Albania's Got Talent në YouTube. Jeni pjesë shumë e rëndësishme e këtij rrugtimi që ka nisur për të arritur sonte në mbrëmjen e 5, jemi ende në fazën e audicioneve. Ju e dini, kemi edhe pak rrugë për të bërë, por mos harroni se ne do gjysmë finale po afrohen dal nga dal dhe finalja e madhe ku do të shpallet fituesi i këtij edicioni të dytë të Albania's Got Talent për të rëmbyer çmimin e madh për 20.000 eurosh. Do zbulojmë dal nga dal, javë pas jave, kush është më i talentuari dhe më i votuari në të gjitha trevat shqipfolse. Mbi të gjitha, faleminderit për dashurinë e madhe që keni treguar duke qenë se keni bërë Albania's Got Talent dhe keni shuar jehonën edhe për te kufive të Shqipërisë. Për këtë na bëhet shumë qefi edhe për këtë e keni meritën vetëm ju, publik i dashur që na ndjek, na komenton, na shpërndan dhe mbi të gjitha është çdo të hënë përpara ekranit të Vision Plus. Ky është një rrugtim i cili nuk bëhet vetëm me talente, por mbi të gjitha me një juri e cila ka rëmbyer zemrat e të gjithëve. Me shumë kënaqësi do e nis me atë që në fakt i përket një brezi të pjekur, le të themi, por sa herë në skenën e Albania's Got Talent del ndonjë fëmijë, edhe ai shndrohet në fëmijë, zonja e zotrinj, Agron Llakaj. Mirëmbrëma Agoni. Përshëndetje. E shndruar gjithmonë në kryefjalë për shkak të komenteve epike që bën, sidomos me konkurrentët fëmijë, vajzat vogla, zonja e zotrinj Adelina Ismaili. Sa bukur me atë ngjyrë, një jeshile është? Gjelbër. Po. Jeshile, jam shumë keq me ngjyrat. Po të shkon shumë çfarë lloj ngjyre. Ajo e cila në dukje është si e brisht, nuk ka lidhje fare me brishtësinë kur vjen puna për të shtypur butonin e kuq, zonja e zotrinj Elsa Lila. Me finesën që të karakterizon, me ëmbëlsinë, po edhe me gjykimet që janë synon drejt të drejtës, apo jo? Gjithmonë. Gjithmonë. Dhe në krah të Elsës kemi Peter Panin e përjetshëm, po ndonjëherë edhe Aristotelin e jurisë, me komentet e tij filozofike, zonja e zotrinj Castro Zizo. Çka ka Castro? Ha debat kjo e Peter Pan diku. Ha debat, po në këtë punë kam të ngjall debat. Por nuk është momenti mendoj se. Ndis dritë një jeshile. Pranoj, këtë drejt, rregull. Dëgjoj unë herë, pastaj se ç'a ndodh, kjo mbetet mbrëmjes. Gati! Më pëlqen që jemi gati për të komentuar, për të pasur opozit edhe debate, por mbi gjitha për t'ia kaluar bukur në këtë mbrëmje të 5 audicioneve në Albania's Got Talent. Tani, ju e dini që ne e çelim si parin duke thënë atë shprehjen magjike dhe shumë të bukur që unë e them gjithmonë. Doja lë publikut sonte për ta nisur. Jemi gati? Kur të them unë 3, 2, 1 do bëj countdown dhe e nis në ju mbrëmjen e sotme. 3, 2, 1. Xhaxhit, pëlqen kënga se zgjodha sonte, valsi i lumturisë. Do fitosh, do kalosh. Premton, dhe ja vesh më të mirën. Suksese. Këtë një vals ne të dy, po evitojmë.
dëgjoj valsin tonë këtë pranveraj përsëri po nafton të vallëzojmë si atëherë. Bashkë mi pranver unë e ti lullëzoj, lulle ploter që në shpirt më gjallaran. Falsa falstia, pikën bukrin atë fushat tona I përshkoj. Përthen jetë re. La 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 la. Ne një vals na bashkoj e na fali lumësurin t'ingujtëson të dëgjoj e kujto prap atë rinim. Bashkë mi pranver unë e ti lullëzoj, lulle ploter që në shpirt më gjallaran. Falsa falstia, pikën bukrin atë fushat tona I përshkoj, kur shpërthen jetë re. La 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 la. Kur shpërthen jetë re. La 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 la. Faleminderit. I mbajta zërit. I mbajta zërit. Bravo. Shumë faleminderit. Ti marrim ato 4 pot. Ti je shembull I gjallë që ushtrimi sjell perfeksionin. Gjithçka ishte fantastike. Oh, sa keq që gjërat e bukura gjithmonë duhet komentohen shumë pak. Shumë faleminderit. Shumë bukur. Shumë, Faleminderit. shumë bukur. Faleminderit në radhë parë që na solle një këngë kaq të bukur. Ke një potencë vokale të jashtëzakonshme, shumë afër potencës së madhes Vaçezela. E solle këtë këngë në një mënyrë të mrekullueshme, e intonuar me një zë kristal dhe emocionin fillove ta japësh sipas betimit tim modest në pjesën e dytë të këngës. Në pjesën e parë po çliroheshe, po merrje xhiron, u ngrohe dhe nga fundi shpërtheve dhe edhe më emocionove përveç se këndove e intonuar dhe në mënyrë profesionale. Shumë faleminderit. Bravo, vazhdo kështu dhe me siguri kur të rritesh ti do të bësh këngëtare. Shumë faleminderit. Ishe sakt, korrekte, e sigurt për atë që doje dhe bëre. Po, e shumë mirë. Shumë faleminderit. Sa kënaqësi ndjeva të solle një këngë të madhe të bukur shqipe, të kënduar nga I madhi Avni Mula. E vërtet, këndonin Po për se këngë këndohesh një a dy. Edhe Avni Mula. Absolutisht, e vërtet. Sa mirë që emiton, bravo. E kam imituar Avni Mulën, me të vërtet ishte një legend. Bravo, ama. Bravo Lezha që të ka. Shumë faleminderit. Bravo. Po. Shumë faleminderit.
Bravo, më shoqet. Ke kënduar shumë bukur. Dhe e keni nderuar Lezhën, nuk di. Ha? Presojmë që po. Patjetër që po, ç'a thua than 4 antar të risë po. Po mirë ishte. Shumë e mirë. Shumë Fantastike. vërtet. Po u çlirua nga gjysma e trupit. Po, është e punuar. Po, duket po. Duket nga hapja e gojës, mbajtja Aha. e buzëve si kalonte zanore. Fryma duket punë. Po, fiks. Pa punuar. Absolutisht. Unë që më ranë zota, unë I di të gjithë flamurit. Kjo është Shqiponia. Shqiponia është të flamur Shqipërisë. Me zënë paget. Unë kam vetëm 2 edicione që prezantoj Albinës Got Talent, kështu që matematikisht nuk mund t'jetë I imi, se është 3 vjeç, jo për gjë. Sonja dhe Zotrin, për herë të parë në historinë e një formati si Got Talent, kam përshtypjen globalisht në gjithë botën, një 3 vjeçar vjen në sken për të na treguar diçka. Përveç se ti je çuni më I bukur që ka shkelur ndonjëherë në këtë sken, dhe e konfirmojmë, dhe duar të rokasim se jemi dakord. Roani, sikurse të gjithë ata që janë gjendur para jurisë Albinës Got Talent, ka një super talent të veçantë. Roani është vetëm 3 vjeç, siç ju thash, po ka aftësinë që të njohë të gjithë flamujt e botës. Apo jo, Roan? Po, a është e vërtet kjo që thash unë, që ti njeh të gjithë flamujt e botës? Po, e vërtet. Po nuk ka më të mirë se ty. Edhe kjo është e vërtet, po. Tani, shpejt e shpejt që Roani mos ndrojmë mendje, se do na kërkoj të luajmë edhe do ja plas gonit pastaj. Me njëherë me ndihmën e regjisë, Roani do shohim disa flamuj aty te ekrani, edhe I gjejmë, shkojmë me të parë. Australia. Australia, bravo, bravo. E gjetëm një. Shohim të dytin. Më ndihmoni, mos e kam o kollaj të rikëshu apo këshu më mirë. Si dush. Okej, kam kamerën. Bulgaria. Bulgaria është e dyta, bravo. O dritë. Shohim flamurin e tretë? Ulu Isli dhe mbaj në pre. Holanda. Holanda. Flamuri tjetë? India. Sa shpejt I gjen ky djalë, more, sa shpejt I gjen. Do shohim flamur tjetër? Irani. Kenya. Si e thot, më. Bravo, më shot, bravo. E gjetëm dhe kem, po ky? Kuba. Bravo, shok. Po tjetër? Po ky? Luksemburgu. Bravo. Ne do të, po. Shqipëria. Bravo, bravo. Po, ti e di që Shqipëria ka një këngë, ka një himn shumë të bukur? Unë e di për shembull. Refja mujtë e përbashkuar në një të dëshim me një shkërim të gjithë atje të betuar Të lidhim besën për shpëtim të veça I largoj që është gjithur tra vëtoj kush është të burë nuk friksohet por vdesi një dëshmor. Bravo, bravo. Bravo. Amër shok që unë po kthehem këtej dhe ti do të kthehesh këtej nga flamuri.
Flamurin e kemi shumë të bukur, po edhe një konkurrent si Rohanin e s'kishim parë deri. Po. Flamuri i Shqipërisë, i shqiptarisë, i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Bravo. Do të shtegoni Adelina, Elsa dhe Gjagji Castro që janë te Juria tani. Do të dëgjojmë pak çfarë do na thonë? Po. Edhe Gjagji Podcastro. Tani, përpara se të filloj, të ta jap një puqet e faqja nga ana e gjithë atyre që po na ndjekin se jam i bindur që gjithë duan të puqin pak tani. Aq i mirë je. Bravo. Bravo shok. Bravo. Ogoni, Sa mirë që nuk është djali yt. pse? Po se ke këtë aftësi ti. Pse për të kënduar, për një orë flamë? Jo për të kënduar çanti. Po për të mbajtur këto të flamujve. Unë vetëm në Iran s'kam shkuar nga ato shtete që dorën. Po të shkosh s'nakteshme, po ç'të duhet. Por shfrytëzojmë Rohani sa po rri Bravo. akoma. Po, mos e lot, për mua është i përsosur. Shoku, je i përsosur tha Gjagji Gopi. I përsosur. Rohan! I pësosur. Gjeni. Teta Adelina. Një zemë. O, të besim. Je i mrekullueshëm. Po, shumë herë po. 100 herë po. Zemra e vogël. Rohani, Teta Elsa. të erdhi pusja? Sikur s'na Ku të erdhi? Papa. Shpirti i vogël. Rohan, bravo. I gjete të gjithë flamurët. Dhe ti je një nga më të mirët Albania's Got Talent. Po për Teta Elcën. Bravo. Castro. U qartë të dhimë unë more. Një puthje më Castro. Pite mami, i rubafshim Rohan. Puthjem të gjithë. Bravo. U qështë dhe i kështë O dritë me sa i bukur ajo sot. Ne vim nga Mirlita për t'ju dhënë Albania's Got Talent traditë. Historinë, gëzimin, identitetin, veshjen, zakonat, unitetin, muzikën, Dhe kulturën. Këto rotullime si janë me veshën e mesit, gocës.
tut Fradi. Ta janë të tut, besoj. Mirë mbrëma. Ju jeni? Grupi Valles Mirdit. Grupi Valles Mirdit. Tani, në fillim, isha pak e zhgënjyer, se mu duk që nuk kishte shumë energji, nuk kishte shumë emocion, nuk kishte ajo forca e Valles shqiptare, ai pasioni me cilin vallëzohet. Mirë po, ju e sollët një potpuri Valles shumë, dhe sa vinit e përmirësoheshit për të kulmuar me Xhamadani via via, dhe jam shumë e lumtur që jeni me ne, me si pres ju shoh prap nga unë një po. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Në radhë të parë, komplimenta nga ana ime për faktin që si të rinj që jeni, vazhdoni të çoni përpara dhe të kultivoni traditën tonë me vallet tona të bukura. Faleminderit. Për mua një po, më pëlqyet shumë. Shumë faleminderit. Mua më ngjajti një punë serioze, ambicioze, perikoloze, dhe me shumë pretendim. Pra në tërësi më pëlqeu shumë. Një po shumë e madhe dhe nga unë. Faleminderit. Unë do të di, ju jetoni këtu në Tiranë apo në Mirdit? Në Mirdit. Në Mirdit. Unë asnjëherë nuk e kam pëlqyer për punimin e originalitetit të këngëve dhe valleve tona popullore. Da them kështu sinqerisht, unë u impresionova shumë kur ju drithëronit në skenë duke kërcyer vetëm me daullën e madhe. Për mua ka magji. Po, faleminderit që ekzistoni dhe i trashëgoni gjithë elementët e traditës tonë. Fantastik. Faleminderit juve. Bravo. Bravo. Unë shojurin që është duke konsumuar dhe duke shijuar një Golden Eagle, tani është radha edhe jonë për të bërë një gjë të tillë. Kështu që falenderojmë Golden Eagle për mbështetjen që i jep spektaklit Albania's Got Talent. Do të shkëputemi shumë pak edhe rikthehemi në skenën e talenteve dhe në skenën e emocioneve në ekranin e Vision Plus. Qëndroni me ne. Përshëndetje dhe mirë mbrëma gjithëve. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Hola! Hajde! Unë mendoj, pas këtë jetoj, ma dhe mbeve shpitin tim. Kjo jetere, lo dashuri, sot kalon kjo peqari. Do vazojnë në këtë rini, dhe do likrush që ti ngrejnë. Je si kur sanë, na kanë zili, se martohemi në të. I dhe valen lulia ime, i dhe valen ti, o moj storkave, valen. Vale shqipëtare, një beqar, jetë për të manë. Bini fort, ju daire, deri në të vonë, bezimin tonë. Vale, vale kosovare, pas ka ije, ju dashurie. Opa, ide! Hajde ta valsojna, valen e tropojes. Hajde ta valsojna, valen e tropojes. Dejte mohla
ku fini qakoves. Hajde, opa! Pa 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 Sjeca, botoni kuqe. Hajde ta va. Opa! Majdukane, hajde, hajde! Hajde goni, hajde! Opa! O majdukane, una e morde, sa me thone, hej, 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 una e morde, sa me thone. O puna e morde, sa me thone, e dulli një qarpën, me në ngrane, hej, 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 dulli një qarpën, me në ngrane. Opa! Se vret më ngjen fare për të butone dhe kuq. O ku dorina në sërra. Faleminderit. Ka që ishte? Vetëm 4 këngë? Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si e ke emrin? Unë quhem Bardok Biçaku, vin nga Puka, mosha 36 vjeç. Sa 36? 36, po. Sa kohë ke që merresh këndon? Nuk ka se kam shumë kohë që merrem me muzikë, por kam këndu më përpara në shkollë, kam këndu me festivalet e shkollës, edhe të pyes se ke si zanat parë, merresh me diçka tjetër përveç muzikës? Merrem edhe me punë tjera, po më shumë e kam muzikën. Merrem më shumë me muzikë. Edhe duhet të merrem me muzikë. Faleminderit publiku. Faleminderit publiku. Se për jurin. Bardok, unë mendoj që në këtë pikë ti nuk e asnjë interes nga të kuqet tona, sepse si me thon publikun ti e bëre për vete. Faleminderit. Por duhet të themi edhe disa fjalë në lidhje për qëllimin tënd që erdhe këtu. Kishe shumë mungesa. Bardok, nuk po futem në detaje sepse ti lë rendin dhe hapësirën të gjithëve, megjithatë nga mua sot u kuptua që është një jo ty suksese në jetë, tu realizofshin çdo dëshirë që ti ke. Faleminderit. Bardok, besoj se ti qalon shumë nga ana teknike, vokale, dhe nuk besoj se je adapt për të kënduar përpara publikut në një skenë, por besoj se ti duhet vazhdosh të këndosh për qefin dhe dëshirën tënde, sepse ke kaq shumë entuziazëm dhe dashuri për muzikën, dhe argëtohesh kaq shumë kur ti ekzekuton këngën, saqë nuk duhet të ndalosh kurrë së kënduari, por për mendimin tim jo në një skenë, më vjen keq. Faleminderit. Ti nuk i dje as tekstet e këngëve, ti nuk i dje as renditjet e këngëve, ti filloj këngën para kohe, mbaroj mas kohe. O ta faj kaj se fillon kënga para këti. Po është e renditur, këtë do t'i kërkojmë llogaria ti. Bardok, si që mujte me marrë vesh, prej me e ki një jo, dhe unë uroj që të kesh një arsye tjetër pse e ardhë këto, nëse ka qenë ideja jote që të bëhesh i një 3 minuta i preferuari i publikut, atëheri e bërë. Mirë po, për mendimin tim, nuk ja thua fare për këtë sport. Nëse doni unë mundëm të këndoj diçka a capella. A capella po. Bravo! A capella. Jepi Bardok! Ju lutem, a capella. A capella ju lutem. Shqiperin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam
Kosovar, Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Gjamadani via via, është Kosova, o Shqipëria, dhe si zamër tifte lija, o sa e madhe, o Shqiptaria. Faleminderit. Faleminderit shumë publiku. Faleminderit gjithëve. Ishte shumë knasi e madhe që unë mora pjesë. Po. Bravo! Faleminderit. Bardok. Këndo për qejf, të këndov të zemra dhe bravo ti qoftë. Bravo. Respekt për gjithë. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Unë do vazhdoj rrugtimin tim në dalën. Kënaq shpirtin. Faleminderit. Bravo. Mos u lak Bardok. Juve mos ju pafsha më bojën. Bravo. Përshëndete publikun! Publiku! Faleminderit, faleminderit. Bravo. Dgjoj, ke thënë një gjë shumë të bukur. Faleminderit publikut një 2-3 herë. Publiku vendos mbi karrierën e dikujt. Dhe ti kur të bësh koncerte, se mos vjen ndonjë nga juria të dëgjojë dhe të çofi. Do i thuash ti jashtë. Urime shumë. Faleminderit. Faleminderit nga ju. Sei contento di essere qua? Sì, va. Adesso l'unica cosa che devi fare è salire sul palco e divertirti, perché se ti diverti tu, tutta la gente si diverte. Okay? Stai tranquillo. Lo so, fiducia in Adesso te. però mi devo presentare. Unë jam shqiptar, jam Michael, jam 15 vjeç, edhe i bi baterisë që kur isha i vogël, 3-4 vjeç, se edhe babim është muzikant, mëson muzikë, edhe du më bë si babim, du me jetu me muzikë. Mami im është shqiptare, edhe unë ndjej vetëm më shumë shqiptar se sa italian. Va bene, lo accettiamo, dai. Successo, in bocca al lupo. Changes, I've gone through pain, but it's
Bravo! Wow! Wow! Mirëmbrëma! Mirëmbrëma. Ua, që energjie, bravo, bravo! Si quesh? Mirë. Si quesh? Si emrin? Michael. Michael? Po. Jam 15 vjeç. Sa? 15. Okay. Ej, Michael, nuk di, do me thënë, nga bëre figurat jashtëzakonshme me bateri, na solli një energji të jashtëzakonshme. Faleminderit, vazhdo kështu dhe do bësh një super baterist i madh. Për mua është një po. Shumë faleminderit. Figurat, ritmika, veshi, impostimi, grinta i e lindur për të qenë një instrumentist i madh. Bravo. Bravo, Michael. Ato kalimet i kishe fantastike. Posaçërisht kjo pjesa e fundit që na bëri mishin kokra. Bravo. Është një po. Michael, vendos kufjet. Kufjet? Po. Je si Michael Jordan. E dëgjove? Po. Po. Pa tjetër po. Bravo. Faleminderit. Faleminderit. Mund të asë të ju blokuar. Ua, sa i mirë, ha? Super. Shumë i mirë. Po të bërt 20 kërë bish. Kanë gjitha. Rullante, figura, gjitha të energjisë. Shumë i mirë. Kishte pronta. Na duhet, baterist na roli, mori baterist e piqa. Urime, auguri. Bravo. Bravissimo, bravissimo. Super, mami. Tutti fieri, gjithë krenarë. E bona. Bravo, bravo. Urime. Kam qenë 4 vjeçë kur kam filluar të këndoj dhe kënga ime e parë ishte Let It Go. Në Albania's Got Talent që kam shumë zemër dhe e këndoj My Heart Will Go On nga Celine Dion. Arrova të prezantohem. Unë jam Ajana Zhaku dhe vi nga qyteti i bukur i Strukës. Sa e vogël që është, sa e vogël. E kape një vajzë. Hajde te Adelina. E mori. Si quhesh zemër? Ajana, Ai gëzof sa emër i bukur. Nga vjen? prej Struge. Oh, shtirti i vogël, prej Strugës ka ardhur të ne, bravo. Do të shkosh ti me Adelinën dhe bësh vajzë Adelinën? Jo. Nuk e di. Po bëju. Mere moj ti. A do na këndosh sonte apo çka? Po, do u këndoj. Hajde, këndo. Kush e ka zgjedhur këngën? Vetë. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Si e shoqëron Elsa, ka dhe merak. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door
liqesh edhe me interpretim. My life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and Bravo, moj shoqje, bravo. Sa bukur e mbanat grushtin? Të duaj fuqia, po? Po. Po. Më trego pse ke zgjedhur një këngë kaq të vështirë, pse nuk e more I want to be ninja. Unë e pëlqeja këtë këngë sepse ka për shembull sa vokaliza të gjata dhe më pëlqen prej Celine Dionit të shumë këngëtare e mirë. Oh, bravo. Ka vokaliza të gjata. Je veshur shumë bukur, ke këpucë shumë të bukura, ke zgjedhur një këngë shumë të vështirë, ke mësuar një tekst shumë të rënd. Një melodi po aq të rënd. Je shumë e mirë, ke mbajtur një grusht të fortë duke kënduar, duke i dhënë fuqi këngës dhe për gjitha këto bashku do t'jap një po. Faleminderit. Sa vjeç je ti? 9. Oh. Besoj se je nga konkurrentet më të vogula këngëtare që ne kemi pasur deri tani në Got Talent këtë edicion. Në radhë të parë të komplimentoj për zgjedhjen e këngës sepse më në fund na solle një këngë që e njinim të gjithë ne pjesëtarët e jurisë. Ti e përballove shumë mirë këtë material shumë të vështirë. Notat e tani nga ana teknike je e intonuar, ke një vesh shumë të mirë. Notat e larta, për shkak se je ende e vogël dhe zëri ende nuk është pjekur, ti ke tendencën që ti kapësh, si të themi, me falset dhe jo me zë të plot gjoksi. Dhe kjo gjë i zbardh pak, nuk i shpërthen shumë kur ti shkon lart ashtu siç kjo këngë ka nevojë që të shpërthej. Por kjo ka të bëjë vetëm me moshën tënde dhe unë jam e sigurt që kur ti të rritesh, edhe zëri jot do të rritet avash avash, do të plotësohet dhe ti kur ta rikëndosh këtë këngë, kur të jesh pakës më e madhe, do të japësh një version tjetër akoma më shpërthyes. Por për mua sonte është një po. Faleminderit. Çdo të hënë, djali im i vogël
ka hyrë për 6 vjeç, Dante, e shef me shumë dhe me zi e pret shohë Albania's Got Talent dhe aq më tepër më kritikon pafund mua kur unë bëj një kritik të vogël, sidomos le të themi brezit apo moshatarëve të tij. Ai aktualisht të pa, po na sheh. Unë nuk mund të them dot asnjë gjë sepse rrezikoj mos më hapet dera për të shkuar në shtëpi kur paron. Kështu që dhe nga mua një postot. Bravo Castro. Po bukuroshe. Faktit. Suksese. Po një princeshë vërtet, një princeshë vërtet. Ma jep më mikrofonin, takoj mamin se gjithë emocione ishte. Si ndihesh? Mirë? Të pëlqeu performanca? Dole bukur? Po. Edhe i shijofsh këto 4 pot. Çfarë do këndojmë erës tjetër? E kemi apo s'e kemi vendosur akoma? Okej, shumë mirë. Ishe një yll dhe shkëlqeje më shumë se shkëlqejnë këto teminat e fustanit. Bravo. Dober večer, Albania's Got Talent. Unë jam Trinda, jam lindë rritur në Sloveni, por me origjinë jam e Kosovës. Këndoj në slovenisht, anglisht edhe shqip. Jam marrë me dhanë energji të mirë edhe me marrë energji edhe më të mirë. Dress me in white, so just lay me down. I would have stayed till death took me out, but then you fucked up and gave me the gun. So I'll give you one more shot. You think that I'm crazy, I know. If you wanna leave me, then go. Blood on my hands, already dead, but I'll give you one more shot. Your body is cold, but I'm Lexova një më pëlqen nga buzët e Elsës. Tani së mirë. You know how this ends, I'll put you to rest with one more shot. I used to hold you all through tonight, till I saw the purple, well under your eyes. Ka vetbesim shumë në skenë, vajza. You're still doing drugs, but like to pretend that you and that girl only just friends. I saw the whole truth, that bruise on your neck. Oh, I could just kill you, well that just depends if you're sorry. Want me to forgive ya? If you want me to, I could give you just one more shot. You think that I'm crazy, I know. If you wanna leave me, then go. Blood on my hands, you're already dead, but I'll give you one more shot. Your body is cold, but I'm hot. You think that I'm playing, I'm not. You know how this ends, I'll put you to rest with one more shot. Faleminderit. Mua më pëlqeve shumë. Pse? Sepse mbas 1 minute që ti fillove të këndoje, kur fillove akuten e parë lart, mua më bëm mishi kokra. Faleminderit shumë. Dhe kjo për mua është gjë më e rëndësishme, që ti arrite spaku mua të më transmetoje emocion. Pastaj nga ana teknike, ke një zë shumë të bukur, ke një timbër shumë të bukur, interesant. Ke një mënyrë të kënduar i shumë interesante, je intonuar ndonse pate disa momente në pjesën e dytë të këngës pa qartësisht, natyrisht nga emocioni. Por për mua ti do të jesh këngëtare në jetën e ardhshme dhe për mua është simpatike. Shumë faleminderit. Linda, mua njësoj si Elsa mendoj që kishe teknikisht disa momente, po si duket emocionet e tjera dhe
personalisht mendoj që sot nuk e shpalose të gjithë hapësirën që ti doje ta jepje. Megjithatë, kam përshtypjen që pas vlerësimeve të sotshme ti do të kesh një moment të dytë që ta rijapësh të plot, edhe nga muaji po. Shumë faleminderit. Hajde. Edhe mua më pëlqeve shumë. Ishte shumë bukur, po sa qerisht interpretimi me duar, me sy, me kokë, me gjitha, edhe veshja po më pëlqen. Shumë. Mendoj se zërin tënd të bukur do ta dëgjojmë edhe më mirë në një këngë tjetër, sepse kjo mu duk pak që shije personale mua nuk është se më pëlqeu kënga tepër. Mendoj se një këngë tjetër do ta vë vokalin tënd më shumë në pa. Ka që nga unë e ke një po. Shumë faleminderit. Unë nuk do të analizoj shumë, sepse në panel, juria këta janë këngëtar, janë të këti zhanëri, muzikës, unë s'jam e këti zhanëri, me i thatë dori me fjalët e Elsës, kur bëre akuten lartë, por edhe akuten poshtë, ty moj vajzë të këndoj sytë, flokët, trupi, çdo detaj ti interpreton shumë bukur, e përcjell atë sikur ke kohë në skenë, bravo! Shumë një faleminderit. pop madhe ke edhe nga unë. Ja vërtet. Ke për biletën për Lubian? Jo. Jo. Biletën për fazën tjetër e ketë paktën këtu. Të këshirëm? Kush të pëlqen më shumë nga antarët e jurisë? Këtë shumë të mirë. Aha, për një. Jo, veç një. Kush? 3, 2. Jo, kë kështë merak më shumë, se mund të thoshtë ndonjë jo. Adelina. Adelina e kështë më merak, pse, se është më kritikuese. Edhe më me jem, kërë unë e vëgjel, e ka dosh shumë Adelinën, edhe pe vëgjelisë e ka dosh shumë, edhe ka thonë muë, për Adelinën do të me më mojtë për zemre. Oke, po besoj është bërë qefi shumë tani që më këtë, po, sukses është shumë. Shumë faleminderit. Për jepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pastaj në fund, të bëjmë atë rrotullimin, që të na grejnë, e të bëjmë spokate me rrotullim. Po, si poshtë? Po. Pastaj me këtë rrotullim. Po, okej. Unë jam Paola. Unë jam Ebi. Jemi artistë të cirku kombëtar. Dhe sot e sigur që vetëm me këmbë në tokë nuk do jemi. Jam kurioz me Perdën që të ndodhë. Oh
Bravo vajza. Për mua ishit fantastike. Më keni pëlqyer kaq shumë. Shumë faleminderit. Dhe më keni friksuar kaq shumë në disa momente të koreografisë tuaj. Keni bërë gjëra për mua shumë të rrezikshme, pa mbrojtje, pa fije. Vallëzimi ajror është një disiplinë shumë e vështirë dhe ju sonte më lat pa mend. Jeni dy akrobatet, dy balerina të shkëlqyera. Bravo vajza, është një pojë e madhe nga unë. Shumë faleminderit. Kjo duke është që përveç talentit është një punë intensive, dhe unë për këtë është një pikë për ju, se unë i kam qef shumë njerëzit që punojnë. Kaq, nga mua një poso. Shumë faleminderit. Edhe nga unë. Për mua kjo që bët ishte një lloj magjie, sepse në të njëjtën kohë po ngjiteshit, po koordinonit këmbët, duart, gjitha, në fund u bashkuat dhe gjitha ngjante si një magji që po ndodhte para syve tonë. Ishte fantastike. Shumë faleminderit. Fantastike, një po nga unë. Vajza, dua të flas shumë, të shpreh shumë për ju, por ju na i rrëmbyet gjithçka. Ndjenjat, shikimin, emocionin, ankthin, me të vërtet spektakolare, magjike në gjithçka që bëni. Biles, ajo që është më e frikshme është se s'keni asnjë element sigurie në gjithë lojën tuaj. Magjia ishte aq afër meje, me të dy vajza. Shumë faleminderit. Po. Pes po, edhe nga unë. Bravo. Kavalli është si bicikleta, edhe nëse nuk e vozit, nuk harron. Rrallë ndonjëherë në shtëpi, kur duhet me prezant njerëzit e shtëpisë për jashtë, sa ata e quajnë si muzikë irrituese, acaruse, nuk ju përdori komandën për jashtë, po kapi kavallin, djali me gruan shohin njëri tjetrin, ja bën, ja filloi ky edhe në baçe. Ka marrë të fitoj pa diskutim 20 mijësh.
Fiks, mjafton. Faleminderit. Faleminderit. Niserde, merë frym se na more frymë dhe ne. Një teknik frymarje e jashtëzakonshme për të luajtur instrumenti, si quhet? Kavall. Kavall. Ne ande nga na ime themi fyell. Edhe ne faktikisht po me që... që fry kavallit, fry. Po. Si queni dhe nga na vini? Gjemali Lala vin nga Tirana. A Tirana? Origin Lumjan, 24 karat. Lumjan, po që nga kavalli, lumjanët janë të shquar për instrumentin. Unë të falenderoj shumë që solle këtë instrument, pasuri të instrumentave popullor që mund të tajkuaja në zhdukje, se në përgjithësi nuk para kam parë dhe djuar dhe sinqerisht u emocionova që na solle sot këtu në Albania's Got Talent. Mua më pëlqeve shumë dhe sinqerisht faleminderit edhe po. Jam një adhuruse e madhe e fyllit edhe u gëzova shumë kur ju pash duke hyrë, sa që nuk besoja që vërtet, unë e mendoj që nuk ka instrument që mund ta bëj dhimbjen edhe krenarin bashk në të njëjtën kohë si që bën fylli, kavallin rastin e ju. Ashtu është. Është kjo që ndjeva nga interpretimi juaj, i cili ishte, për mendimin tim ishte briljant. Dhe pa tjetër se po. Faleminderit. Mirëmbrëma, Zoti Gjemal, dhe komplimenta për faktin që ushtroni dhe kultivoni këtë instrument, pra kavallin, që është një nga instrumentet tonë tradicional. Sonte, gati me tingullin e instrumentit tuaj më hipnotizuat. Ishte si një mantra që përsëritej dhe më çoi në disa thellësi shpirtërore gati primordiale. Më dha shumë emocion, një emocion genuin. Dhe të falenderoj për këtë dhe sigurisht që është një po. Faleminderit. Qarë do të them, ti ke mbi 1000 vjetë që ke trashginin tënde brez pas brezi, na e zollen s'kem. Pa tjetër që një po, dhe me nderë. Faleminderit. Faleminderit. Pas sa të mirë që jeni. Me që se jemi tek mirësia, gjërat e mira nuk bëhen vetëm. Edhe spektaklet e tilla nuk bëhen vetëm, është momenti për të falenderuar Ujin Qafshtama që mbështet realizimin e këtij edicioni të dytë të Albania's Got Talent. Një falënderim i madh për miqtë tanë të cilët janë me ne dhe kranesh kurdoherë. Shkëputemi për pak publicitet edhe rikthehemi në Albania's Got Talent. Mareni, ke dhënë këshillat e tua ti?
mbrëma? Si quhesh? Unë quhem Rakela. Rakela, nuk do të pyes më shumë. Kjo që bëre më duk shumë e vështirë. Përzgjedhja muzikore ishte shumë e bukur dhe shkonte shumë me këtë akrobacin që bëje. Më pëlqeu një gjë shumë. Të ndronte ekspresioni i fytyrës, kur situata bëhej dramatike, bëhesh edhe ti dramatike dhe unë kam përshtypjen që kjo gjë është shumë e rëndësishme në skenë. Po. Që të reflektosh atë që po bën. Ndoshta kjo ishte vendimtare që nga unë të kesh një po. Faleminderit. Bravo Rakela. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ti je një kontorsioniste shumë e mirë, ke një elasticitet të jashtëzakonshëm që do të ta kishin ëndër shumë kush. Solle një koreografi me një muzikë shumë të bukur, ashtu siç tha edhe Adelina, kishte shumë shprehi fytyra jote hyre në rol. Pra bashkëpunove edhe me mimikën tënde, jo vetëm me trupin tënd. Bravo, për mua është një po. Faleminderit. Duke që je një goci punon shumë, ke plasticitet, ke të gjithë elementët ato që kërkohen për të pasur pra në Albania's Got Talent, ose të paktën talentin tënd që ti e ke ujitur dhe po vazhdon ta bësh për ta shpjeguar shumë mirë dhe nga mua kalon. Faleminderit. Rakela. Po. Këto që do të them unë, duhet t'i vësh dhët në vesh. Elsa të tha mirëmbrëma. Unë të them natën e mirë. Bravo. Po. Faleminderit. Se duhet hyrje dhe dalje. Po super. Po ke dhe Marenin këtu mbrapa që gëzua shumë për ty. Ka lëqyr. Kalova. Mirëmbrëma krejtëve, jam Dhurata Berisha dhe vi nga Gjakova. Kam kënduar në shtëpi, në shkollë, për asnjëherë në një skenë kaq të madhe, prandaj kam pak emocion. Sot do të këndoj këngën e Elvana Gjatës me ty, e sepse gjithmonë e kam pasur si fiksim, prej se kam qenë e vogël. Po të kisha unë, nuk të doja kur, si doja dikur. S'mund të më thojë fjallën lëm të mirë, si ti ke shpejt për një tjetër jetë. Nuk je se ti jeton dhe unë shohem në mëngjes, sikur jam me ty, tërgoj lutje lart në qiell, por nuk vin aty, e sa herë kujtim më gjej, vetën e gënjej, unë e gënjej, por të së kthej. I shtrat pa ty gjithmonë të mbetet tash, se nuk shtrihem dot, e po flen në dorë. Po s'ka probleme, po është. Në mërmer të ftofton kokën e mbështet, dhe gjej që ti, se vita e ti. Dhe unë shohem në mëngjes, sikur jam me ty, tërgoj lutje lart në qiell, por nuk vin aty, e sa herë kujtim me gjej, vetën e gënjej, unë e gënjej, Unë do ta shtyp. por të së kthej.
s'kan fare. Dhe unë zgjohem në mëngjes, si kur jam me ty. Ka si shumë të bukur, Dërgoj shumë të plot. lutje lart në qiell, por nuk vin aty. E sa herë kujtime gjej, vetën e gënjej, unë e gënjej. Dhe unë zgjohem në mëngjes, si kur jam me ty, dërgoj lutje lart në qiell, por nuk vin aty. E sa herë kujtime gjej, vetën e gënjej, unë e gënjej, për të sukses. Një milion arsye, po të kisha Bravo! Dhurata mendoj që ka kohë që këndon, ka kohë që ushtron, ki një teknik shumë të mirë, fantastike në nderove sonte Jove Gjakovën, po krejt neve atje se s'po guxoj me thonë Kosovën se më bërtet goni, në nderove gjithve. Jemi një. Bravo Adelina! Patim duket pak probleme poshtë, intonative, po a ka mundësi që është prej emocionit? Po pak, se është hera parë që po dalë në skenë, ka shtmove. A po? Po. Hera parë, bravo! Që është gjithmonë në skena edhe më të mëdha. Faleminderit shumë. Edhe për mos me zgjatë ma shumë, nga une e ke një po me një kusht. Po. Nëse na këndon diçka me zot plot, ndo një material tjetër diçka, ku duhet ta ndigju zonin e plot që është dhe. Anglisht, I see red. Çka dush? I see red. Hajde. Ta mama I see red, edhe të kuqen e Elsës është. Did you really think I'd just forgive and forget? No. After catching you with her, your blood's run cold, so cold. You do diamond Jeep lying wannabe. You're a fool if you thought that I'll just let things go. I see red, red, oh red. Come to your head, head to your head. Now all I see is red, red, red. Did you really just say she didn't? Bravo! Faleminderit shumë. Po. Faleminderit shumë. Atëherë po të flasun me që jam e vetmja jo, dhe më pas të lë fjalën kolegëve të mi. Për mua është një prioritet shumë I madh intonacioni për këngëtarët. Po. Gjatë këngës parë të lash kohë për ta sistemuar intonacionin, për të vendosur, për të kaluar minutën e parë emocionin. Nuk e di nëse ishte për motive emocioni, apo për motive që nuk e dëgjoje shumë mirë veten në skenë, apo mund të ketë shumë motive. Por, atë këngë mua nuk ma solle në mënyrë korekte nga ana intonacionit që për mua është themelor për një këngëtar. Prandaj dhe të vura X, për mua është një jo sonte, dhe duhet punosh më shumë me intonacionin. Për ndryshe ke shumë potencial për të ardhmen tënde për të bërë një këngëtare dhe të uroj sukses. Faleminderit. Gjithashtu e vlerësoj. Dhurata, unë dua të më thonjë sa të justifikoj jo emocionet e kalimeve tua lartë, më shumë se sa
qëllimin që ti ke pasur për treguar zërin tënd që ti mund shkosh këtu dhe në atë moment ti e humbe. Në të dy materialet që ti bëre, ti doje të tregoje sa më ose më saktë provat e tua ishin që ti qëndroje sa më pranë këngëtarëve që ti po interpretoje. Ishe më shumë në rangun e imitimit se sa të nxjerrjes asaj që ti ke vërtet sot. Megjithatë kjo mua nuk më pengon që unë do t'jap sonte ty një po. Faleminderit shumë. Dhurata. Po. E para mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Se dyti ngjitja një sken patjetër që prodhon emocion. Po. Unë do të këshilloj, Zoti të ka dhënë gjithë të bukuri. Faleminderit shumë. Zërin e ke të plotë, të fuqishëm, ke potencial, unë do të them. Te kjo rruga e imitimeve, me që se është e para, është si puna e prenjve që të gjitha derdhe në lumë. Bashkojnë në lumë dhe përfundojnë në det. Ti do imitosh X-in apo Y-ën, derisa të dalësh te karakteri yt, të individualizosh veten. Dhurata Berisha me X këngë. Pra, më saktë, potencial shfrytëzoje për veten tënde. Elvana këndon vet. Faleminderit. Po. Faleminderit shumë. Kështu flitet si shpola unë, no? Këngën Ai si Red, ja këndove Elsës. Jo. Shte vetë me që dha kuqe. Po qatë, Rëndësika që morën pot. Rëndësika që morën pot edhe forca për fazën tjetër. Po, faleminderit shumë. Ose di shopi ti shkom në thënëria. Po jam e çfarë pyetjesh? Emër, mbiemër, moshën, shkollën dhe sa të pëlqen kërcimi. Ne jemi nga Shkotra dhe grupi jonë quhet Dynamic Crew. want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light. Burn up the dance, 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 burn up the dance. 1, 2, 3, burn up the Bravo. Mirë mbrëma, si quhet grupi juaj? Grupi jonë quhet Dynamic Crew. E pash këtu të stampozë, po desha të pës për siguri edhe një herë. Jeni shumë të mira, ishit shumë të buzëqeshura, që më pëlqeu shumë. Ishit koordinuara bukur, natyrisht që mundet edhe më mirë, dhe nga unë një po. Faleminderit. Mirë mbrëma vajza. Mirë mbrëma. Ishit shumë simpatike sonte, na sollët gjallëri, kursyet mirë, ishit koordinuara me njëra tjetrën, natyrisht që duhet ende të rriteni në profesionin tuaj edhe të përmirësoheni, por tani për mua është një po. Faleminderit. Ishe një punë e bërë mirë, të katërta jeni fiksiç, keni emrin e grupit, e sollët, ma rezatuat edhe nga mua sot i po. Faleminderit. Kur u thonë këto po, çfarë prisni ju t'ju thot Goni? Ju jeni si dritë, edhe sollët kaq gjallëri këtu tek ne,
Tani, Elsa u tha profesioni juaj, kurse unë i them hobi, pasioni. Luani, kërceni, pastaj me mosh do të vini ta ndani. Faleminderit. Ciao. Bravo, bravo. Kam pak emocione. Personat që emocionohen më shumë janë më të ndjeshëm ndaj meje dhe janë pashtu pika ime dorë janë gjyshi dhe gjyshja. Ato thjesht duan të më shohin sa më lartë dhe duan që të jem dhe unë dikushi. Ato nuk e din që unë jam këtu sot, edhe thjesht do të bëj surprizë. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me want to stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shards of glass that haunt me from my past. As the stars begin together and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe? When you're not here, I'm suffocated. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. The writing's on the wall.
Bravo! Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë si u qeta. Të quajnë? Unë jam Klara Qehaja, jam 18 vjeç dhe vi nga Tirana. Klara Qehaja. Atere. Klara. Po. Për mos shtypur butonin e kuq, vetëm për një arsye. Më duke sikur ke potencial zëri, por materiali që ke zgjedhur, e ke zgjedhur ndoshta teknikisht për të treguar se si ti kalon bukur nga e kënduar me zë të plot, tek impostimi, tek ato zërat e hollë që janë si kalon nga një gjoks, kalon në gryk, kalon në kokë. Edhe pa dashur në ripërsëritet e një stonature që nuk më pëlqeu, por gjithsesi, në momentet kur vihet tek ai zëri yt dhe i mbështetur, mendoja dhe mendoj, them se ke potencial në zë. Shumë faleminderit. Nuk të them që s'ke vesh, por e mora, do më bëra protagonist këtu në juri në këtë rast, sepse kam dëshirë të dëgjoj me një këngë shqip. Po. Nëse, për të krijuar tamam vlerësimin tim. Po. Qofse e ke një material shqip. Okej. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të binin në sy. Në një portokale moj të ndala unë ty, lullet e limonit moj të binin në sy. Ngrije kokën lartë moj, se që më do gjimali, vite gusha jo të moj. Ska vesh. Mjafton. Keq. Mjafton. Po, Goni, po, hajde. Po! Për mua e ke problem intonacionin, sepse nuk e kërkova kote, thash me i këngë shqipe, diçka do na prezantoj, do vijet tek zëri yt, por intonacionin e ke problem. Nuk them veshin, apo ritmin, apo... Faleminderit. Më vjen keq, sinqerisht. Shumë faleminderit. Baza e një këngë janë intonimi edhe ritmi. Unë shpesh në intonim fali, për shkak se jeni këtu në peshën e emocioneve, e di si është thjesht fillestare tjera e tjera, fala njëherë. Fala njëherë, të kam falë njëherë, atëherë kur e shtypi Elsa. Mirë po, nuk mund të falë ma shumë se njëherë. Zoj, është, edhe unë e kuptova vetë gabimin që bëra, po probleme. Kjo nuk do të thotë që ti duhet ta ndalosh rrugën tënde. Jo, si tash ka potencial, nuk ka po. Jo. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Unë ta shtypa butonin e kuq për të njëjtat arsye që kolegët e mi të shpalosën para meje. Si që kuptove dhe vetë, pate sonte për para nesh shumë probleme me intonacionin, nuk e di jashtë këti konteksti, kur ti këndon me veten tënde ndoshta jenë ndryshe, por neve këtë përshtypjen dhe ajo që më shqetësoj më shumë është që nuk më transmetove asnjë emocion, pra nuk më emocionove. 1+1 bën 2 dhe i treti është butoni, kështu që për mua është jo. Faleminderit shumë. Unë dhe ty shoh një potencial, por në të njëjtën kohë një dy luftim që ti kishe midis asaj që doje tregoj që kishe dhe temi ti e pushtoje dhe ti doje ta pushtoje skenën, sepse ndryshe edhe nga shumë konkurrenti e le stativin dole bëre për të vepruar për të marrë një lloj lirie te skena, por në të njëjtën kohë u pushtove shumë nga emocioni dhe pate një lëvizje goxha të madhe në momentin që Elsa shtypi të kuqen. Aty e humbe, por ki parasysh që skena prandaj është aq më tepër kjo. Unë në tërësi në këngën e parë përveç se gabimet që mos t'i përsërisim, unë shoh potencial. Çfarë mua më shqetësoi ishte kjo zgjedhje që propozimi që të bëri Goni te kënga popullore, ku ndoshta do të ndihmonte një notë fillestare që të ku e di unë të gjeje tonalitetin e duhur të këngës. Unë jam për i po sot, me thënë drejtën, ty, sot. Shumë faleminderit. Unë nuk jam për ta përcjell gocën me një jo. Është jepi mundësin, unë ja dash mundësin time. Edhe unë ta jepi mundësin. Faleminderit shumë.
Kryefjala e të hënës janë talentet, kryefjala e të hënës janë emocionet edhe më vjen shumë mirë që kushdo që ngjitet në këtë skenë ka realizuar ndoshta një ëndër të mbetur në sirtar, po edhe të realizuar, pse jo, duke shpresuar që të ndodhë një gjë e tillë, po mbi të gjitha emocionet shndrohen në kujtime. Dhe shumë bukur që në jetën tonë të kemi kujtime të bukura dhe për këtë falenderoj publikun që na ndjek, falenderoj jurinë e mrekullueshme me të cilën kam fatin të ndaj këtë eksperiencë televizive. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur. Ne shihemi të hënën e ardhshme edhe mos harroni. Pafshi ëndra të bukura, ëndërrofshi gjithmonë. Nga unë Islami, natën e mirë.